Nëse sjellja me njerëz të ndërvozur, besoj që këtë ta kuptojmë drejt. Nëse sjellja me njerëz është kaq e bukur, kaq elegante, para më çush është me Allahun te barekutaala besimi. Nëse qëtojnë rregulla kaq të kompletuara, kaq të bukura, kaq domethënë të rëndësishme, të natyrshme për njerin, që kanë bëj raport njeri me njeri, e qysh është atëra që ka të bëj raport njeri me Zot, hala më e bukur është. Besimi në Allah është hala më i bukur, është hala më i kompletuar, është hala më i këndshëm, më i natyrshëm. Hala ma që të bëm përshtypje, të bëm për vetje, që të përmbushe. Prandaj, në fenë tonë gjithçka është e bukur. Islami është i bukur. Për shkak se vjen nga Allahu që është i bukur. Edhe Allah e don të bukurën. Prandaj Allahu është i mirë, edhe don të mirën. Edhe nëse është Allah i mirë, e don të mirën, atëherë Allahu e don fenë e tij, Allahu e don fjalën e tij. Allahu e don adhurimin ndaj tij. Prandaj edhe ky është i mirë, me që Allah është i mirë. Edhe ky është i bukur, me që Allah është i bukur. Kështu që ai që këto mësime i ndjek, vallahi bëhet i mirë. Bëhet i mirë. Bëhet i bukur në brendin e tij para të jashtëmos së tij. Se çto mësime që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhis salatu wasallam. Pra nuk duhet me pas frikë nga Islami. Duhet me pas frikë kur njerëzit largohen prej Islamit, se thosh e tash çka bëhet. Se për ai që i njeh Islamin e pam çka bëhet. E ke bë 3 vjet e gjys, mos është shkuar edhe 3 tjera me këto udhëzime. Një të përditshme. Që çështu bosh nëse bosh musliman, çështu to. A nëse nuk je musliman, tani nuk di çfarë bosh. Nëse mundësit janë shumë të për mos me qenë mirë, apo